Jemi rikthyer në transmetimin e drejt për drejt edhe me ditarin e pasdites, një vdekur dhe një plagosur rënd drejt për drejt kam nga vendngjarja kolegun Igli Çelmeta, ndërkohë kolegu Armand Bajrami më është bashkuar në studio. Igli, përshëndetje, mbas gati 90 minutash nga atentati i rënd mafios për ta përmbledhur si ngjarje, çfarë ke mundur të mësosh? Si u ekzekutua krau i djathtë i Emiliano Shullazit dhe u plagos dhe ndodhet në gjendje të rënd personi me të cilin ai u thonte në automjet dhe për ta thënë për teleshikuesit tek rreth rrotullimi i Rinasit. Po pandi, ditën e sotme rreth orës 14:20 minuta ndodhi një nga ngjarjet më të rënda kriminale, një nga atentatet më të rënda të ndodhura në vendin tonë për shkak të vendit ku ka ndodhur atentati te rreth rrotullimi i aeroportit të Rinasit, një nga zonat që duhet të ketë sigurinë më të lartë. U ekzekutua me breshëri plumbash Gilmando Dani, 47 vjeç, i njohur si krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, një personazh i njohur për policinë e shtetit dhe për drejtsinë, pasi është dënuar në vitin 2018 nga drejtësia për gjobvënie dhe pjesëmarrje në grupin e strukturuar kriminal të Emiliano Shullazit. Në vitin 2023 Gilmando Dani është liruar nga burgu. Nuk është hera e parë që Gilmando Danit i bëhet atentat, ai ka shpëtuar 2 atentateve të mëparshme, një atentat në vitin 2011 dhe një atentat në vitin 2015 për ironi të fatit pranë zonës ku ka ndodhur edhe ditën e sotme tek mbikalimi i Rinasit. Gilmando Dani i shpëtoi një atentati, ndërsa atentati i sotëm tek rreth rrotullimi i Rinasit ka qenë fatal për këtë të fundit. Sipas informacioneve nga burime policore, personi tjetër i cili ka mbetur i plagosur rënd ka qenë shoferi i automjetit me të cilin po lëvizte Gilmando Dani, i cili sipas informacioneve paraprake nga burime policore bën me dije se sapo ishte kthyer nga Barcelona në drejtim të vendit tonë dhe sapo kishte zbritur nga aeroporti i Rinasit. Personi tjetër që ka mbetur i plagosur e ka marrë për të shoqëruar me një automjet të blinduar T-Benz, i cili rezulton në pronësi të një shtetasi tjetër. Por siç duket, autorët e kësaj ngjarje të rënd kanë pasur informacione të imtësishme dhe të sakta për lëvizjet e Gilmando Danit, kanë pritur momentin që ky i fundit kanë bëritur në rreth rrotullimin e aeroportit të Rinasit dhe paralel automjeti i autorëve, një automjet tip Toyota me targa të vjedhura greke, ka qelluar me breshëri plumbash drejt automjetit të blinduar ku ndodhej pasagjer Gilmando Dani dhe shofer ndodhej shtetasi Muçi Shaljani alias Sheqeri, i cili mbeti i plagosur dhe u transportua drejt spitalit të Tramës. Pas kësaj ngjarje të rëndë, e cila ka shkaktuar panik dhe kaos tek qytetarët, të cilët po lëviznin si në në vendin e ngjarjes, por edhe me automjetet e tyre duke u larguar, por edhe duke u afruar det aeroportit të Rinasit. Shërbimet e komisariatit të Rinasit kanë shkuar menjëherë në vendin e ngjarjes dhe kanë bërë identifikimin e automjetit të autorëve dhe ky informacion i shpërndar të gjithë shërbimeve policore të qarkut të Tiranës. Por autorët me automjetin tip Toyota me targa greke kanë përshkruar rrugën nga aeroporti i Rinasit deri në fshatin Halil të Krujes për rreth 12.6 kilometra të pashqetësuar dhe të pandaluar nga policia e shtetit, ku në fshatin Halil kanë ndjekur dhe automjetin dhe janë larguar në drejtim të paditur. Sipas informacioneve paraprake të siguruara nga burime policore, dyshohet se në këtë atentat kanë marrë pjesë pra 3 autorë. Njëri ka pasur rolin e shoferit të automjetit tip Toyota, ndërsa 2 persona të tjerë kanë qenë ekzekutor, pra kanë pasur rolin e qitësit. Në vendin e ngjarjes deri në këtë momente, grupi hetimor dhe policia e cila ndodhet ende aty ka sekuestruar mbi 30 gëzhoja plumbash, por plumbat nuk kanë prekur vetëm automjetin e Gilmando Danit dhe personet cilë e shoqëronte, por edhe fasadën e bizneseve pranë rreth rrotullimit të Rinasit. Sipas informacioneve nga policia e shtetit, edhe pse bëhet fjalë për shtetasin e plagosur, pra i cili është identifikuar si stetasi Muçi Shaljani alias Sheqeri, policia thotë që ky person nuk ka pasur një kartë identiteti me vete dhe pritet një rikonfirmim i dytë i identitetit të këtij të fundit për të marrë vesh se për çfarë personi bëhet fjalë. Sipas
informacioneve nga grupi hetimor i cili ndodhet në vendin e ngjarjes, nga mënyra e ekzekutimit të atentatit, nga skenari që kanë përdorur autorët, dyshohet që kemi të bëjmë me vrasës, me pagesë dhe se Gilmando Dani është ekzekutuar për larje hesapesh midis grupeve kriminale. Siç e tha, Gilmando Dani është një personazh shumë i njohur i botës së krimit, jo vetëm për policinë e shtetit, por edhe për drejtsinë, pra i dënuar më parë dhe i liruar nga burgu në vitin 2023. Dyshohet që autorët e kësaj ngjarje të rëndë janë vrasës me pagesë, por janë hetime paraprake dhe dyshohet që janë nga zona e fushkrues për shkak se automjeti i tyre i përdorur në krim u dogj në fshatin Halil të fushkrues dhe më pas autorët u larguan në drejtim të paditur. Grupi hetimor ndodhet ende në vendin e ngjarjes ku po sekuestrohen të gjitha provat e nevojshme për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë. Po sekuestrohen kamerat e sigurisë në vendin ku ka ndodhur atentati, por kamerat e sigurisë edhe të rrugëve që të lidhin me rreth rrotullimin e Rinasit për shkak për të parë lëvizjet e automjetit Toyota me targa greke ku ndodheshin autorët me qëllim për të pasur pamje filmike që mund të identifikojë një nga autorët, por dyshohet që autorët kanë qenë të maskuar. Është e çuditshme fakti Pandisi një zonë mjaft të frekuentuar nga qytetarët, siç aeroporti i Rinasit, pra impakti jon i parë me turistët e huaj të cilët vinë në vendin tonë është aeroporti i Rinasit, të ndodhe një ngjarje kaq e rëndë, një automjet me persona të armatosur të lëviz i lirë të vi fare pranë aeroportit të Rinasit dhe të kryej këtë atentat mjaft të rëndë. Igli, ti më the që nga hetimet paraprake dyshohet që në automjetin ku ndodheshin atentatorët kanë qenë 3 persona, njëri shofer dhe të paktën 2 ka qenë qitës. Kjo shpjegon edhe faktin që makina e shënjestrës dhe viktimës Dani është qelluar në të dyja anët, pra ka shenja plumbash edhe nga krahu i pasagjerit dhe ai i shoferit. Në drejtim të automjetit ku ndodhe Gilmando Dani, i cili dyshohet se ka qenë pasagjer, ndërsa personi tjetër ka qenë shofer, është qelluar me breshëri plumba nga të dyja krahët e automjetit. Automjeti i autorëve ka shkuar paralel dhe dyshohet që një nga autorët ka zbritur nga makina dhe është afruar xhamit të pasagjerit dhe të shoferit të automjetit tip Benz me të cilin po lëvizte Gilmando Dani dhe ka qelluar me breshëri plumbash, por pritet ky konfirmim nga policia e Tiranës pas shqyrjes së të gjitha kamerat e sigurisë, pasi ka shumë kamera sigurie në zonën ku ka ndodhur ngjarje, por edhe të bizneseve aty pranë, të cilët e kanë filmuar të gjithë ngjarjen dhe deri në këtë moment janë sekuestruar mbi 30 gëzhoje. Pra është një atentat, një hakmarrje e ashpër, do ta thoja, grupeve kriminale midis tyre. Pra grupi kriminal i cili ka kryer këtë atentat është nisur për ta kryer dhe finalizuar me sukses, edhe pse ka pasur informacione të imtësishme për lëvizjet e Gilmando Danit, pra sapo ka ardhur nga Barcelona në tokën shqiptare. Në momentin që është afruar në rreth rrotullimin e Rinasit, autorët kanë qelluar me breshëri plumbase, më pas janë larguar drejt fshatit Halil të Krujes. Para pak minutash Pandi u dërgua dhe trupi i plagosur i personit tjetër në spitalin e traumës për të marrë ndihmë mjekësore, ndërsa në këto momente po nxirret nga automjeti tip Benz edhe trupi i pajet i Gilmando Danit. A kemi informacione për gjendjen shëndetësore të personit të plagosur, Igli? Sipas informacioneve paraprake, dua të theksoj, pasi është një ngjarje shumë e rëndë dhe policia e Tiranës ka dhënë vetëm një njoftim zyrtar të shkurtër lidhur me këtë ngjarje. Kemi munduar të marrim informacione nga burime policore, por edhe nga dëshmitar okular të vendit të ngjarjes, të cilët na kanë dhënë dhe pamjet e para nga vendi i ngjarjes ku kishte ndodhur atentati, pasi ka pasur qytetar të shumtë. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet që personi i plagosur ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore për shkak se ka marrë shumë plumba në trup dhe është qelluar nga një distancë e afër. Në këto momente Pandi, ambulanca i morgut të Tiranës, sapo ka marrë dhe trupin e pajet të 47 vjeçarit Gilmando Dani për ta larguar nga vendi i ngjarjes, aty ku ndodhet dhe automjeti tip Benz i blinduar, ku ndodhet brenda pra Gilmando Dani, një personazh shumë i njohur për drejtsinë shqiptare dhe për policinë e shtetit. E theksoj që i ka shpëtuar 2 atentateve të mëparshme, një në vitin 2011 dhe për ironi të fatit në vitin 2015 pranë zonës ku u vras sot tek bikalimi i Rinasit i shpëtoi një atentati, por atentati sotëm ka qenë fatal për 47 vjeçarin Gilmando Dani, i cili mbeti i vdekur.
Edhe një pyetje Igli për automjetin e autorëve, më the se ishte me targa greke, mund të ishte një kamuflazh me vendosjen e targës apo makina dyshohet që ka hyrë vërtet si automjet nga Greqia? Sipas informacioneve nga policia, dyshohet që autorët kanë përdorur targa të vjedhura, pra greke në automjetin tip Toyota që kanë përdorur në krim, madje dhe automjeti rezulton i vjedhur dhe si çdo të rëndom në çdo ngjarje të rëndë kriminale është po i njëjti skenar që ndiqet pandi, pra autorët e vrasjeve të atentateve mafioze përdorin automjete të vjedhura, targa të vjedhura dhe pas kryerjes së atentatit i djegin këto automjete për të zhdukur çdo lloj gjurme që të mos zbulohen pra autorët dhe të mos bardhet ngjarja. A ka ke informacione Igli që në automjetin e djegur në zonën e fushkrujës të jenë gjetur edhe armët që mund të jenë përdorur ose armë ekstra, le të themi, që autorët kishin për këtë atentat mafioz gjatë ditës së sotme? Në fakt, pandi informacioni i fundit që ka marrë nga burime policore është që policia e shtetit po heton edhe pjesën që edhe pse automjeti, pra cili ishte në pronësi të një shtetasi tjetër rezulton që është i blinduar, në fakt nuk mund të jetë një automjet i blinduar, pra nuk është një automjet i blinduar dhe të bëhet ekspertiza nga grupi hetimor për të parë nëse automjeti është i blinduar dhe xhamat ishin me qese plasmasi, pra që nuk thyeshin, pra xhamat e pasagjerit dhe të shoferit, xhamat e përparme të automjetit. Dhe në timon ka qenë shtetasi i cili ka mbetur i plagosur rënd. Ky informacion e kam të konfirmuar zyrtarisht, pra Muçi Sheqeri ka qenë shofer i automjetit dhe të dy sot sipas informacioneve nga burime policore, së bashku me Gilmando Danin, si personi i plagosur, Muçi Sheqeri dhe Gilmando Dani janë kthyer nga jashtë shtetit. Ato kishin ikur jashtë territorit shqiptar më datë 7 nëntor dhe makinën e kishin të parkuar në parkingun e aeroportit të Rinasit. Këtë informacion e kam të konfirmuar. Pra automjeti i cili po udhtonte Gilmando Dani dhe personi tjetër i cili mbeti i plagosur ka qenë i parkuar pranë aeroportit të Rinasit që nga data 7 nëntor deri ditën e sotme kur Gilmando Dani së bashku me personin tjetër të mbledhur të plagosur janë kthyer pra nga jashtë territorit shqiptar për të mbërritur në aeroportin e Rinasit. Makina e djegur dyshohet se ka armë brenda, pra makina e autorëve e cila është djegur në fshatin Halil, sipas informacioneve nga policia e shtetit, dyshohet se ka armë brenda, por policët nuk janë afruar ende pranë automjetit pasi dyshohet se ka plumba dhe plumbat plasin si pasojë e zjarrit. Pra janë këto informacione që tashmë i kam të konfirmuara. Dhe që do të thotë që atentatorët, po Igli? Fakti është që makina e përdorur nga autorët po hetohet pista nga policia e shtetit që makina e Gilmando Dani dhe personi tjetër nuk ka qenë e blinduar. Pra ka qenë një automjet jo i blinduar dhe të dy së bashku si Gilmando Dani dhe Muçi Sheqeri janë kthyer pra nga aeroporti i Rinasit nga territori shqiptar. Ditën e sotme dyshohet që kanë qenë në Barcelona, janë larguar me datë 7 nëntor dhe nga data 7 nëntor automjeti tip Benz, i cili është në pronësi të një shtetasi tjetër, ka qenë i parkuar në aeroportin e Rinasit, pra në datën kur Gilmando Dani së bashku me personin tjetër kanë ikur jashtë territorit shqiptar në drejtim të Barcelonës dhe ditën e sotme që janë kthyer kanë shkuar në parkingun e aeroportit të Rinasit, kanë marrë automjetit tip Benz dhe më pas janë nisur për të larguar, por tek rreth rrotullimi i aeroportit të Rinasit i kanë bërë prit automjetit tip Toyota me targa greke i përdorur nga autorët e kësaj ngjarje të rëndë, të cilët më pas e kanë djegur në fshatin Halil të Fushkrujës, ku në vendin e ngjarjes kanë shkuar edhe forcat policore. Dyshohet që brenda në automjet janë dhe armët e zjarrit e përdorur nga atentatorët. Pra, do të thotë që atentatorët e kanë ditur shumë mirë itinerarin e viktimës dhe personit plagosur, që kanë zbritur nga avioni i linjës së Barcelonës, mund të kenë patur dhe informacione për automjetin e tyre të parkuar dhe ata nuk mund të kenë bërë vetëm se disa 10 metra me mjetin e tyre, ku në rreth rrotullimin ka ndodhur edhe atentati i planifikuar mirë, apo jo? Në fakt, po pandi, është e vërtet, dyshohet pra që është një atentat i mirë organizuar dhe i mirë menduar deri në detaje nga autorët e
këtij atentati. Pra ato kanë pasur informacione të sakta për çdo lëvizje të Gilmando Dani dhe personit tjetër që e shoqëronte, madje kanë pasur informacione që ky i fundit po kthehesh nga Barcelona në drejtim të tokës shqiptare në aeroportin e Rinasit, kanë pritur momentin që ky i fundit sapo ka zbritur nga aeroporti, ka hipur në automjet dhe në rrethotullimin e Rinasit e kanë ekzekutuar me breshëri plumbac. Që thash, dyshohet që një nga atentatorët, pasi dyshohet që dy kanë qenë qitës, ndërsa njëri ka qenë shofer në automjet, mund të ketë zbritur nga automjeti tip Toyota me targa greke, është afruar pranë xhamit të pasagjerit ku ka qenë Gilmando Dani, i cili ka qenë pasagjer dhe ka qelluar me breshëri plumbash. Më pas është afruar dhe tek shoferi, të cilin e kanë qelluar edhe këtë të fundit me breshëri plumbash, por cili ka mbetur i plagosur rënd dhe para pak minutash u transportua për në spitalin e Travës në gjendje shumë të rënd shëndetësore, ndërsa Gilmando Dani humbi jetën në vendin e ngjarjes. Mirë, Igli, unë po t'jap kohë për të komunikuar me burimet e tua nga grupi hetimor dhe për çdo detaj të ri do kërkosh linjën dhe do ishte transmetim të drejtë për drejtë. Ndërkohë me kolegun Armand Bajrami do të sillim më shumë informacion për shënjestrën e atentatit të sotëm. Armand, Gilmando Dani, kush është personazhi që ishte shënjestër e këtij atentati sot në Rinas? Në fakt, vetëm para se të kalonim tek personazhi Gilmando Dani, në fakt do doja të thoya që gjithë ngjarja e sotme është një ironi e madhe, të paktën karshi luftës së shtetit shqiptar apo përpjekjeve të tij për të luftuar krimin organizuar. Vetëm ditën e sotme ministria e Brendshme zgjodhi të shpaloste sukseset e ministrisë që po drejton, t'ju thoshte gjithë shqiptarëve se sa vend i sigurt ishte Shqipëria. Tani dëgjojmë ministrin atëherë dhe e vijon komentin më mirë për t'ia sjellë teleshikuesve. Dëgjojmë deklaratën e ministres së Brendshme Albana Koqiu pak kohë para ngjarjes së rëndë në Rinas, ku mes deputetëve, kur ajo u pyet, e cilësoi Shqipërinë si një vend më të sigurt. Përballë deputetëve, Koqiu pohoi se është ulur numri i vrasjeve dhe krimeve të rënda. Nisja fjalën time me një përshkrim që Shqipëria është e sigurt, madje shumë e sigurt se shumë prej vendeve ku jetoni ju. Dhe këto në fakt nuk janë fjalët e mia, është përshkrimi që i ka bërë vendit ton në vitin 2025 udhërrëfyesi më i famshëm turistik në botë, Lonely Planet. Dhe nuk është i vetmi. Në faqet e mediave më të njohura ndërkombëtare, në portalet e ambasadave të huaja, në çdo raport dhe në çdo përditësim zyrtar përsëritet e njëjta fjali. Shqipëria është një vend i sigurt. Janë 12 milion turistë që zgjodhen të vinë këtu. Një rekord investimesh, mira qytetarë që hapin biznese, blejnë prona, ndërtojnë jetën e tyre këtu. Secili prej tyre një dëshmi e qartë e besimit që ka fituar ky vend. Një besim që ndërtohet aty ku ka rend dhe siguri, dhe patjetër edhe liri. Në vitin 2025 kemi vendosur një tjetër gur të palëvizshëm drejt rritjes mëtejshme të sigurisë për qytetarët. 94% e zbulueshmërisë sa i përket veprave penale. Thënë ndryshe, në 20 vepra penale, 19 prej tyre zbardhen në kohë dhe autorët ndalohen. Po punojnë patjetër që të arrisim më tej. Janë 65.5 milion euro asete dhe pasuri kriminale të konfiskuara apo të sekuestruara. Nuk është e largët koha kur vlera e këtyre pasurive nuk i kalonte vlerën e pak milionve. 0 turist të huaj, viktima të krimeve të rënda në Shqipëri. Lajmi i mirë është gjithashtu dhe ulja e numrit të krimeve të rënda përfshi dhe numrin e vrasjeve me dashje. Si dhe shumë e rëndësishme ka qenë dhe reduktimi i aksidenteve të rënda me pasoja fatale në rrugë me 17% ulje në krahasim me një vit më parë. Shqipëria ka shënuar progres të dukshëm në luftën kundër krimit organizuar dhe krimeve të rënda. Raporti i Komisionit Evropian për këtë vit vlerëson se vendi ka përmirësuar kapacitetet e strukturës posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, përdorimin e hetimeve financiare paralele dhe kuadrin ligjor mbi substancat psikotrope. Vetëm në 9 muajt e parë të vitit 2025 u zhvilluan 1121 hetime proaktive me fokus krimin ekonomiko-financiar, trafikimin dhe narkotikët. Sa i përket pastrimit parave dhe goditjen e pasurive kriminale, vetëm nga SPAK gjatë vitit fundit u sekuestruan apo konfiskuan 65.5 milion euro asete kriminale. Gjithë kjo pasuri rikthehet në buxhetin e shtetit dhe vihet në shërbim direkt të qytetarit, duke financuar shërbime sociale apo programe të dedikuara për rritjen e sigurisë në komunitet.
Shpërbërja e grupeve kriminale si dhe lufta pa kompromis ndaj krimit të organizuar është një ndër arsyet kryesore përse niveli i veprave të rënda penale në vend është reduktuar. E dëgjuam ministren e brendshme Albana Koçiu, Shqipëria një vend i sigurt vetëm disa orë para se të ndodhte atentati në Rinas, tek rreth rrotullimi foli për Shqipërinë turistike, për Lonely Planet që shkruan. Jam kurios. Kanë qenë të shumtë edhe turistët kur ky atentat mafios ka ndodhur sot në. Patjetër, unë jam kurios se çfarë do shkruaj Lonely Planet në raportin pasardhës, kur një atentat i kësaj përmase dhe i këtij lloji ndodh në një ambient të hapur, fare pak hapa larg aeroportit më të rëndësishëm të vendit, dhe aeroportit të vetëm ndërkombëtar të vendit, edhe për lehtësitë shikuesve, pasi pranë aeroportit Rinasit janë disa rreth rrotullimi ku kanë ndodhur ngjarja është pikërisht rreth rrotullimi fare në hyrje të aeroportit Rinasit, ai rreth rrotullim ku disa vite më herët ka qenë në mesin e tij shtatorja e shenjtores Nën Tereza. Një rreth rrotullim që gjatë gjithë kohës është i mbushur ka trafik të ngjeshur, ka automjete që hyjnë dhe dalin drejt aeroportit, njerëz kalimtar pafund, familjar që përcjellin kalimtarët e tyre dhe që zgjedhin ti zbresin apo ti marrin, ti mbarkojnë automjetet e tyre pikërisht në atë rreth rrotullim, çka do të thotë që për masat mund të ishin shumë tragjike se sa kaq, se sa humbja e jetës një njeriu, plagosja një tjetri, mund të ishin shumë të tepër, dhe unë nuk e di se si e vlerëson apo si e shikon Ministria e Brendshme këtë ngjarje, por në tërësi të paktën është herët për të dalë në konkluzione dhe hetimi sapo ka nisur i kësaj ngjarje, për të paktën nga ajo çka duket deri në këto hapa të parë apo dhe informacionet e përcjella nga kolegu, kemi të bëjmë një atentat mirëfilli mafioz, vendi i zgjedhur, fillimisht vendi i zgjedhur duke qenë një rreth rrotullim, siç e theksova, shumë i ngjeshur dhe shumë i dëndur me trafik. Çdo automjet aty do ndaloj. Pra, autorët mbase e kanë pasur të mirë menduar dhe të sigurt që automjeti i dy personave shenjestra atyre do të ndalonte lëvizjen për shkak të trafikut të dëndur në atë zonë, ose më e pakta nuk do kishte mundësi të largohej plumbave, pasi në vijim, në vazhdim të hetimit, ajo është një zonë fakt e mbikëqyrur nga kamerat, ka biznese rreth saj dhe patjetër që do të ketë edhe pamje filmike të momentit të atentatit, por besoj se automjeti ka qenë në pamundësi lëvizje qoftë në drejtim para apo pasi gjithkohën ai segment, ajo pjesë aty e rrugës është shumë e ngjeshur dhe në pamundësi që ti të lëvizësh me shpejtësi të lartë. Flas tu edhe për t'ju shmangur një atentati të mundshëm. Nga ana tjetër, mirëmendimi është jo vetëm vendi i zgjedhur, por edhe mënyra se si kanë vepruar, qëllim zjarr në të dy anët, në të dy krahët e automjetit. Njëkohësisht nga ana tjetër, zgjedhja e aeroportit të Rinasit dhe rrethinave të tij është një vend ku është e vështirë autorët. Jo, përveç se i shpejt për të ikur, të paktën në drejtimin që nga ka ikur automjeti që është gjetur dhe vend flak, një vend ku personat që mund të jenë shenjestra e kanë pak të vështirë, pasi personazhe të tillë si Gilmando Dani apo të tjerë të ngjashëm, edhe lëvizjet e tyre përpiqen t'i kenë të mbikëqyrura, përpiqen t'i kenë në vende të sigurta, vendin ku lën automjetet, mënyrën, vendet se ku ulen qoftë për të konsumuar dhe një kafe, nuk ulen në vendet të rastësishme, kështu që në aeroportin, dhe kjo gjithmonë për të mbrojtur nga kundërshtarët apo për të pasur garancinë dhe sigurinë e jetës tyre në raste sulmesh, por në aeroportin e Rinasit për shkak edhe të fluksit madh që mbi numrin e ulje ngritjeve të avionëve, numri i madh i udhëtarëve që përpunohen në atë aeroport, tashmë është e pamundur dhe për personat që mund të jenë target të grupeve kriminale apo të kundërshtarëve të tyre, është e pamundur të shquajnë nëse në ato mori njerëzish, në ato grumbullim njerëzish, të shquajnë nëse janë në vëzhgim apo jo, po vëzhgohen apo nuk po vëzhgohen. Pra, garancia është minimaliste. Para disa ditësh pra kishin parkuar automjetin e tyre në një pikërisht kishin udhëtuar dhe fakti që janë pritur do të thotë që mos paku autorët duhet të kenë pasur edhe informacion eksakt për itinerarin e tyre, se kur do të vinë dhe pikërisht momentin kur do ishin aty për të bërë edhe goditja. Nga ana tjetër, kjo tregon jo vetëm brishtësinë, por edhe pamundësinë të forcës fuqisë shtetërore për të ndalur krimin organizuar, pikërisht prej faktit se
ndodh në një vend ku pasojat mund të ishin shumë më tragjike se sa kaq. Shumë publik, jo vetëm nga vendas dhe shumë të huaj. Dhe e përsëritur pasi është i disati vetëm në 5 vitet e fundit është i disati atentat. I ka ndodhur jo vetëm me pasoja, po flas edhe për ngjarje tjera të ngjashme, jo vetëm me pasoja tek personat të cilët janë shenjestrat të atentatit, por edhe tek persona të tjerë pafajshëm që janë vrarë në ngjarje kriminale pikërisht për shkak të ndodhjes tyre në ambiente publike ku ka edhe persona të tjerë. Vite më parë a ka qenë dhe viktima Dani në shenjestrën e atentatit ndaj Emiliano Shullazit që ka ndodhur tek mbikalimi i Rinas, si duhet të thënë. Po ka qenë fakt bëhet fjalë për një Gilmando Dani ka qenë në ose të paktën e 2 atentateve, 2 raste ku janë qelluar drejt automjeteve ku ai lëvizte, një në vitin 2011, një në vitin 2015, ky i fundit në kthesën e Kasharit në mbikalimin e Rinasit, rruga që të çon për në Rinas, por Gilmando Dani emri Gilmando Danit si personazh përpos gjithë civisti kriminale, problemeve që ka pasur me drejtsinë, është një emër që ka qenë gjithmonë i bashkangjitur me Emiliano Shullazin. Nuk është vetëm një trajtesë mediatike apo epitet mediatik që Gilmando Dani është krahu i djathtë i Emiliano Shullazit, pasi për shkak edhe të një shoqërie, miqësie shumë të hershme të tyre, në vimësi në çdo rast që Emiliano Shullazi, një person i cili qëndron qelite para burgimit tashmë, për vuan si ish i dënuar, por njëkohësisht edhe ka mbi barr si person i dyshuar në 2 dosje kriminale të SPAK, gjatë gjithë, po themi, veprimtaristi kriminale ka qenë bashkangjitur me Gilmando Dani. Pra në çdo ngjarje ku ishte Emiliano Shullazi, ishte edhe Gilmando Dani, dhe në çdo ngjarje ku ishte Gilmando Dani, ishte edhe Emiliano Shullazi. Kjo në vimësi, ku ky ndjes Gilmando Dani të paktën fillesat e tij ose të përplasjes tij me ligjin i ka pasur në vitin 2006, kur është arrestuar pasi ishte dënuar më herët për armbajtje pa leje, një dënim i dhënë në mungesë tij, ndërkohë më pas me kalimin e viteve dhe me vijimin e qëndrimit të tij pranë Emiliano Shullazit, në vijimsi ka pasur dyshime nga autoritetet se ai ishte pjesë e një grupi kriminal që drejtohej nga Shullazi dhe se ishte jo vetëm krahi i djathtë i tij, pra si një person që i qëndronte gjithmonë pranë, por edhe si personi që teqonte urdhrat e Emiliano Shullazit, teqonte porositë e Emiliano Shullazit dhe madje në disa raste edhe personi që merrte përsipër përgjegjësitë penale që mund të rrezikonin Emiliano Shullazin. Dhe do kujtoj këtu nëntorin e vitit 2011, kur Emiliano Shullazi pasi ishte liruar nga një problem që kishte pasur me ligjin në zonën e parkut, zonë ku kishte edhe banesën Emiliano Shullazi, konstatohet nga një patrullë policie, Emiliano Shullazi dhe Gilmando Dani ju kërkohet nga patrulla e policisë të ndalonin për një kontroll të zakonshëm, pasi sipas oficerëve të policisë aso kohë në raportet e tyre të ndalimit momentit e kishin cilësuar Emiliano Shullazin, kishin konstatuar një person me rrezikshmëri të lartë kriminale, thoshin efektivet e policisë të patrullës, dhe prandaj u kërkuam të ndalonim. Në këtë moment ishin 3 persona në fakt, një nga personat largohet, shikohet nga efektivet e policisë sikur mori një send nga 2 personat e tjerë dhe largohet në lagjen aty pas, në zonën mes pallateve, edhe pse ndiqet nga një prej punonjësve të policisë, bëhet e pamundur, nuk arrestohet dhe nuk dihet as sot se cili ka qenë ai person, ndërkohë që u vendosën para përgjegjësisë penale Emiliano Shullazi dhe Gilmando Dani dhe madje pranë tyre u gjet në afërsitë një automjeti të parkuar u gjet një pistolet. Fillimisht efektivet e policisë pretenduan se ishte Emiliano Shullazi ai që kishte hedhur pistoletën pra tek automjeti i parkuar. Më pas në gjyq efektivet e policisë erdhën dhe kundërshtuan qëndrimin që ata vetë kishin mbajtur më herët në proces verbale të arrestimit e ndalimit të Dumanit, duke thënë po ndryshuan dëshminë, duke pretenduar para gjykatës, unë kam ndjekur atë proces, kam qenë sallë në gjyqit, pretenduan se për shkak të ndriçimit kufizuar, ndriçimit artificial, pasi gjithë ky takim mes tyre kishte ndodhur në orët e vona të mbrëmjes, nuk ishin të sigurt dhe nuk ishin të qartë të thonin nëse sendin që u hodh dhe që u konstatuat që ishte një pistolet i takonte e kishte hedhur Emiliano Shullazi apo e kishte hedhur Gilmando Dani. Kësaj Emiliano Shullazi doli i palagur nga ajo histori, fitoi pafajësi nga ana e gjykatës Tiranës, ndërkohë që Gilmando Dani u dënua për moskallëzim krimi. Por Gilmando Dani, ama që në momentin e ndalimit, pretendoi dhe në deklarimet e tij të para në polici, pretendoi se pistoleta ishte e tij.
Pra, her pas here Gilmando mori përsipër ato pistolet duke pretenduar si ishte e tij. Pra, her pas here Gilmando Dani jo vetëm si një, po themi, krah i djathtë apo një ushtar i shumë i bindur i Emiliano Sholazit, her pas here kthehen në një engjëll mbrojtës ti Karshiligjit për të marrë përsipër dhe përgjegjësitë penale që mund të ngarkonin Emiliano Sholazin. Është liruar në tetorin e një viti përpara Gilmando Dani apo jo? Sa vite burg bëri? Po, në tetorin e një viti Gilmando Dani është arrestuar pandi në për llogaritë të këtij dënimi që përfundoi dhe që është liruar në tetor të vitit 2024, është arrestuar më 17 prill 2016. Arrestimi i tij është bërë aso koha me një urdhër ndalimi të prokurorisë për krimet e rënda, paraardhësia e SPAK, që vlerësoi dhe pas një hetimi dhe pas një kallëzimi të biznesmenit Ylvi Beqa, ngriti dyshime se Emiliano Shullazi drejtonte një grupim kriminal ku pjesë e cilit ishte edhe Gilmando Dani dhe 2 persona tjerë, Blerim Shullazi dhe Endrit Qysha, një grup kriminal që kishin të akuzuar për gjobvënien ndaj biznesmenit Ylvi Beqa, ngjarje që publiku mund ta kujtojë përfshirja çështja Volgës, përfshirja Emiliano Shullazit në privatizimin, ndarjen pjesëtimin e Hotel Volgës, për të cilin për punën e kryer karshi biznesmenit Beqa, Ylvi Beqa, Emiliano Shullazi i ka marrë atij 20% të shumës në disa çeqe bankare dhe për këto ka përdorur edhe Gilmando Danin. Pra, Gilmando Dani ishte pjesë e grupit kriminal të dyshuar atëherë. Një grup kriminal në fakt që u fajsua në të 3 shkallët e gjykimit, mos gaboj ka qenë total prej 54 vitesh burg për të 4 personat, nga të cilët 12 vite ishin për Gilmando Danin. E përfundoi apo përfitoi nga Gilmando Dani ka përfituar lirim me kusht, po fare pak përpara se të afër limitit, para se të përfundonte dënimin e tij, ato me 12 vite burg, pasi theksoi pandi që vetëm në gjykatën e lartë Gilmando Dani bashkë me të bashkëpandehurit e tij, por dhe me ekipin avokatëve mbrojtës, të cilët i përfaqësonin gjykatë, kanë bërë një betejë shumë të madhe në të gjitha shkallët e gjykimit, sidomos sa i takon çështjes Volga, ku vetëm në gjykatën e lartë, vetëm pak më parë unë konfirmova që janë të paktën 22 rekurse, pjesë e cilave është edhe Gilmando Dani. Do ta vijojmë këtu bisedën sepse kemi të reja nga Igli Çelmeta në lidhje të drejtë për drejtë nga vendngjarja në Rinas. Igli, është mësuar identiteti i vërtet i personit të plagosur, pra deri tani nuk ishte personi të cilin po flisnim apo jo? Pandi kam të konfirmuar zyrtarisht identitetin e plot të personit i cili mbeti i plagosur në këtë atentat. Bëhet fjalë për shtetasin Mustafa Sheqeri alias Muç Shaljani, i cili njihet me Nofkëm pseudonimin Muç Sheqeri. Kam konfirmuar zyrtarisht edhe faktin që ky person i cili mbeti i plagosur rënd në këtë atentat dhe që shoqëronte Gilmando Danin është punonjës i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore AMP-s, pra Agjencia me mbikëqyrjes policore, një institucion shtetëror i cili mbikëqyr punën e policëve të shtetit, dhe kam konfirmuar faktin që Mustafa Sheqeri, pra personi i cili mbeti i plagosur në ditën e sotme prej 2 muajsh, ishte punonjës i një institucioni shtetëror, pra i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Ai ka nisur punë rreth 2 muaj më parë në Agjencinë e mbikëqyrjes policore, ndërkohë kohët e fundit kishte kërkuar të merrte leje nga puna, një leje rreth 1 mujore, por për shkak se rekrutimet në vendin e punës, pra si punonjës i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, ishin bërë në procedura kur ky institucion nuk ishte drejtues, pra pasi drejtori më pashëm Florian Selemani kishte dhënë dorëheqjen, ndërsa Mustafa Sheqeri është punësuar pas dorëheqjes Florian Sulemanit, pra nuk ka qenë në punonjës e AMP-s kur ky institucion drejtohej nga Florian Sulemani, por kur ky institucion nuk ka pasur drejtues dhe drejtohej nga i komanduari Artjol Saliasi, i cili u komandua nga ministri i mbrojtshëm asaj kohe Ervin Hoxha. Personi i plagosur ditën e sotme Mustafa Sheqeri është rekurtuar dhe është punësuar pra në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, por kohët e fundit drejtuesi aktual Eduard Merkaj kishte nisur procedurat e shkarkimit nga puna për Mustafa Sheqerin alias Muç
Shaljani, pasi sipas informacioneve nga burime nga grupi hetimor, Shaljani kishte kërkuar një leje një mujore për të kuruar nga një sëmundje në Monte Carlo, por nuk kishte dorëzuar dokumentacionin përkatës për të marrë lejen dhe nuk ishte paraqitur as në punë dhe për këtë arsye drejtuesi aktual i AMP-s kishte nisur procedurat e shkarkimit të këtij të fundit. Mustafa Sheqeri në datë 7 nëntor së bashku me Gilman Dodanin kanë udhëtuar jashtë territorit shqiptar, ku kanë parkuar dhe automjetin tip Benz, i cili është përdorur ditën e sotme po nga Mustafa Sheqeri dhe Gilman Dodani dhe janë kthyer ditën e sotme nga jashtë territorit shqiptar, pra nga Barcelona, për të kthyer në territorin shqiptar në Rinas, kanë shkuar në aeroportin e Rinasit, kanë marrë automjetin tip Benz, i cili nuk është i blinduar sipas hetimeve të fundit nga policia e shtetit. Mustafa Sheqeri ka qenë shofer, pra ky punonjës i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, ndërsa pasagjer ka qenë personazhi i njohur i botës së krimit Gilman Dodani, dhe kur kanë bërritën te rregullimi i Rinasit janë qelluar me breshëri plumbash nga një automjet tip Toyota me targa greke. Mirë, Igli, unë të falenderoj për këto detaje të fundit që solle nga ngjarja e rënd sot në rreth rrotullimin e Rinasit, siç e shikojmë edhe nga pamjet e drejtë për drejta, një tjetër autoambulancë ka mbërritur në vendin e ngjarjes. Armand, përpara se ta vijojmë bisedën aty ku e lam, që thot fakti që personi i plagosur punonte në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, ishte punësuar 2 muaj përpara, siç thot kolegu Çelmeta, dhe i sapo punësuar ka kërkuar një lejë 1 mujore dhe ndërkohë në këto ditë të fundit që nga dhe në procedurë të shkarkimin nga AMP-ja, kështu e kuptova unë nga raportimi. Nuk kam asnjë fjalë, prandaj uroj vetëm që Ministrja e Brendshme ta shikojë edhe këtë fakt dhe të kuptojë që ajo Shqipëria e sigurt, ose të paktën nëse nuk ka qenë një lidhje miqësore, unë i uroj shërim plagosurit, nëse nuk ka qenë vetëm një lidhje miqësore apo mbas edhe farefisnore, nuk e di, e Gilman Dodanit, do më vinte, do ishte të mërshme të ishte shoferi Gilman Dodanit. Pra, Gilman Dodani, i ndjeri tashmë, të lëviste nga Rinasin drejtim Tiranës, apo nuk e di se ku e ka pasur drejtimin, të shoqërohej dhe për shofert kishte një efektiv të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, që në thelb është agjencia që mbikëqyr policinë e shtetit, dhe të kesh në drejtim të automjetit një efektiv tillë do të thotë që të paktën ti ke një garanci, të paktën ke një garanci 100% nga çdo postoblok policor, pasi nuk ekziston një punonjës policie që të ndaloj një zyrtar të AMP-s që e mbikëqyr atë detyrë. Edhe pse ligjërisht mund ta ndaloj, por është shumë e zorshme të ndodhë. Po të jetonim në Amerikë, po. Nuk ndodhte. Për të kthyer në fakt veprimet dhe rikthehemi tek çështja Volga, Gilman Dodani u dënua pra me 12 vite burg nga ana e gjykatës për krimet e rënda atëherë, një dënim që mbeti i tillë edhe në shkallët më të larta të gjykimit për të deri tetorin e vitit shkuar, por përmenda 22 rekurse në gjykatën e lartë, një luftë e madhe, betejë gjyqësore, luftë e madhe juridike përmes ekipit mbrojtës të Danit, por edhe të bashkëpandehurve të tij, pra për të kundërshtuar qoftë nga kujtoj nga përjashtimi i gjyqtarëve, nga gjyqtarët që kishin dosje ndaj tyre në gjykatën e lartë, pra masat e sigurisë apo kërkesa, gjyqi ndaj Emiliano Shullazit ka qenë një gjyq Emiliano Shullazit dhe të tjerëve ka qenë shumë i ngarkuar me kërkesa që bëheshin nga ana e avokatëve, shtyrie, zvarritje, kërkesa penale që bënin avokatët thuajse në çdo seancë, pra ka pasur një numër shumë të madh të kërkesave që bëheshin gjatë seancave gjyqësore, kërkesa që më pas ankimoshin nga avokatët në apel apo në shkallë më të larta, një pjesë e cilave janë dhe këto 22 rekurse që unë përmenda që është një numër shumë i konsiderueshëm kur i referohet pjesa më e madhe, mund të jetë 80% e tyre, kur i referohen vetëm një çështje penale. Pra imagjino për një shqyrtim vetëm gjyqësor ti drejtohesh 20 herë apo 18 herë gjykatës së lartë. Por ky dënim më pas me i vendim të gjykatës Kavajës mos gaboj,
është liruar pra vetëm fare pak para se të përfundonte dënimin e tij në lidhje me këtë Gilmando Dane. Por në raste tjera ku qëndrimi i tij, siç e pohova, ka qenë pranë Emiliano Shullazit, Gilmando Dane ekziston në disa skedar apo edhe në çështje tjera të policisë shtetit, ku do nënvizoja të paktën ka qenë një nga persona që për disa ditë ju bllokua pasaporta pas ngjarjes së 2009-s në plazhin e Durrësit, ngjarja e njohur si masakra e Durrësit, ku humbën jetën 4 punonjës, 4 efektiv të policisë shtetit në një përpjekje për të arrestuar Dritan Dajtin, aktualisht i dënuar me burgim përjetshëm dhe që po vuan një burgim përjetshëm lidhje me këtë ngjarje, ku aso kohë Gilmando Dane pati pra një dyshim fillestar ose të paktën paraprak të hetuesve se mund të ishte i përfshirë apo mund të kishte dieni, por që nuk rezultoi më pas në fakt që të kishte lidhje me atë ngjarje. Ndërkohë që në prill të vitit 2011, sërish emri Gilmando Danit u fut në skedar ku nëse do ta quajmë shefi i tij Emiliano Shullazi ndërpreu një aktivitet fushatës elektorale. Ishte një fushat në zonën e Ish-Parkut, në kryeqytet, fare pranë banesës së Emiliano Shullazit, ku ka qenë ishte deputetja e Partisë Socialiste aso kohë Vasilika Hysi dhe Besnik Bare, mos gaboj, që po bënin një takim elektoral për zgjedhjet e kohës, dhe Emiliano Shullazi që jo vetëm ju ndërpreu takimin, por edhe ju theu disa nga pajisjet altoparlantët që ata kishin atë dhe që po flisin personave të pranishëm. Në aso kohë pati një procedim penal për Emiliano Shullazin, dëshmit në mbrojtjet të tij vinin nga Gilmando Dane. Pra, edhe në procesin që u bë më pas, deklarimet ku Emiliano Shullazi pati dhe u lanë një masigurie të paktën fillimisht për veprën penale të pengimit subjekteve për zgjedhjet në organet përfaqësuese, një vendimarrje e 24 prillit 2011, e cila caktojnë ndaj tij ka caktuar detyrim për paraqitje, edhe për llogaritë të këtij procedimi penal, personi që dha një dëshmi në favor të Emiliano Shullazit ishte Gilmando Dani, kam vendimi gjyqësor të paktën caktimit të masës sigurisë të asaj kohe dhe ku vetë gjykata tek listat e provave mbi të cilat mori vendimin thotë dhe përmend edhe deklarimet e Gilmando Danit. Pra kanë qenë të shumta çështjet ku ai jo vetëm ka qenë i përfshirë, por edhe ka qenë, siç e pohova më herët, gjithmonë në krah të Emiliano Shullazit. Pra, në ngjarje ku ishte Emiliano Shullazi, ishte dhe rektorit të Universitetit të Tiranës, ishte dhe Gilmando, një nga ngjarjet ka qenë edhe ajo, por e kërcënimit të rektorit kanë qenë një histori që në fakt do pëlqeja ta rifreskoja pak, ka qenë një histori kur ishin zgjedhjet në Fakultetin e Tiranës dhe pati një dyshim atëherë nga një prej kandidatëve ngar se ishte kërcënuar disa nga djemtë e njohurësit të grupit Emiliano Shullazit e kishin kërcënuar. Shkojmë edhe njëherë me Igli Çelmeta në lidhje të drejtë për drejtë, ndërkohë që shikojmë edhe pamjet nga kontrolli dhe operacioni i policisë në zonën e Fushkrujës, por edhe Lezhës. Do t'jenë pamje që do t'jenë njëra mbas tjetrës në zonën ku dyshohet se u dojgjë dhe pas djegjes automjetit të autorëve të atentatit sot në Rinas, edhe mund t'jenë larguar 3 personat që ndodheshin në automjet. Po Igli, ndërkohë që djegim edhe pamjet e operacionit të policisë. Po pandi, atentati i sotëm i ndodhur në Rinas nuk ka vënë në gatishmëri vetëm policinë e Tiranës, por të gjitha strukturat policore në vend. Forcat të ndërhyrjes së shpejtë dhe forcat rëneja janë dislokuar në zonën e Fushkrujës, sidomos në fshatin Halil, aty ku gjeti djegur automjeti tip Toyota me targa greke i përdorur nga autorët e atentatit. Por kontrole po kryen jo vetëm në Fushkruj dhe në Kruj dhe në fshatrat përreth tyre, por edhe në qytete dhe zona të tjera. Në Tiranë janë ngritur të gjitha postobllogjet në çdo hyrje dalje të kryeqytetit me qëllim kapjen e autorëve të dyshuar. Po ashtu, kontrole të shumta policore nga policia e shtetit po ushtrohen edhe në qytetin e Lezhës dhe në hyrje daljet e qytetit të Lezhës. Strukturat e rendit në këtë qark kanë ngritur pika kontrolli në disa akse kryesore rrugore me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar, pasi ka dyshime që autorët pasi kanë ndjegur automjetin në fshatin Halil të Fushkrujës mund të jetë larguar pra në drejtim të Lezhës. Burime bën me dije se çdo makinë
që futet në qytetin e Lezhës verifikohet dhe pasi qarkullon në zonë largohet nga qyteti i Lezhës, pasi pra informacioni paraprak që kanë policia e shtetit dhe grupi hetimor në rrugë operative, dyshohet që makina e autorëve pasi është djegur në fshatin Halil, këto autorë të dyshuar janë larguar me automjetet të tjera në drejtim të qytetit të Lezhës, por janë informacione nga burime policore ende të pakonfirmuara, pasi kontrole po kryen edhe në fshatra të Tiranës, por edhe në fshatra përreth Rinasit dhe në fshatra përreth Krujës dhe në zonën pranë fshatit Halil. Automjeti i djegur i autorëve është gjetur pranë një përroj në fshatin Halil, një zonë pak të pëllëzuar, ku pasi kanë djegur automjetin, autorët dyshohet që janë pritur nga një person tjetër dhe me një automjet tjetër dhe më pas janë larguar në drejtim të paditur, çka e bën 4 numrin e personave të përfshirë në këtë atentat. Pra 3 persona që kanë marrë pjesë drejt për drejt në ngjarje, 2 kanë pasur rolin e ekzekutorit, atentatorit, pra kanë qenë qicat, një person ka qenë shoferi i automjetit tip Toyota me targa greke, ndërsa një person tjetër i ka pritur me një automjet tjetër në fshatin Halil, aty ku 3 personat të cilët po udhtonin me automjetin tip Toyota me targa greke e dogjën këtë automjet. Pra skenari ka qenë i mirë menduar nga momenti i mbërritjes së viktimës dhe të plagosurit në aeroportin e Rinasit, mbikëqyrja se ku kishin parkuar automjetin, disa metra rrugë deri tek rreth rrotullimi i Rinasit, djegja më pas në zonën e Fushkrujës dhe devijimi më pas me një automjet tjetër ku ka qenë personi i 4. Por nëse automjetet po kontrollohen tani në zonën e Lezhës, ngjarja ka mbi 2 orë që ka ndodhur Igli, apo jo, kështu që largimi kam përshtypjen edhe mund të jetë realizuar, qofsha unë i gabuar me këtë konstatim. Po pandi je i sakt, sepse në momentin që ndodhi ngjarja e rëndë, qytetarët të cilët ishin të pranishëm, por edhe policia e komisariatit të Rinasit shkoi më njëherë në vendin e ngjarjes dhe u bë identifikimi i automjetit tip Toyota me targa greke të autorëve, të cilët kanë përshkruar një itinerar prej 12.6 kilometrash, pra nga rreth rrotullimi i Rinasit deri në fshatin Halil dhe të pashqetësuar nuk janë ndaluar nga asnjë forcë policore. Pra ato lëvizën pak pas ngjarjes për rreth 12.6 km dhe nuk u ndaluan, kur ka kaluar rreth 2 orë 30 minuta nga ngjarja e rëndë, është shumë e vështirë për policinë dhe për hetuesit, për grupin hetimor që të gjendet autorët e kësaj ngjarje të rëndë. Madje kjo është një nga atentatet më të mirë menduara dhe të mirë organizuara të ndodhura së fundmi në vendin tonë, pasi autorët kanë pasur informacione shumë të sakta lidhur me lëvizjet e Gilmando Danit dhe personit tjetër Mustafa Sheqeri, i cili mbeti i plagosur rënd. Ato kanë pritur momentin që këto kanë bërritur në aeroportin e Rinasit, pasi kishin ardhur nga jashtë vendit, nga Barcelona dyshohet, dhe pasi kanë arritur të shkojnë në aeroportin e Rinasit të marrin automjetin tip Benz, te rrotullimi i Rinasit autorët i kanë bërë prit dhe i kanë qelluar me breshëri plumbash. Ka tregon që ky atentat ka qenë i mirë organizuar në mënyrë perfekte nga autorët e dyshuar të kësaj ngjarje, që dyshohet se janë vrasës me pagesë dhe kanë pasur informacione të sakta për çdo lloj lëvizje. Madje historia pandi na ka treguar në dosje të zbardhura nga prokuroria e posaçme në sajt të zbërthimit të aplikacionit Sky ICC, ku grupet të shumta kriminale, sidomos grupet kriminale që veprojnë si vrasës me pagesë, përdorin edhe radio të policisë, pra radio që përdoren nga efektiv policia, të cilët në kohë reale shpërndajnë informacione për lëvizjet e automjeteve të autorëve të dyshuara të atentateve të ngjarjeve kriminale që ndodhin në vend, apo informacione lidhur me ngjarjet e ndodhura së fundmi. Dhe duke pasur këtë terren, pra duke pasur këtë mundësi grupet kriminale për të marrë çdo informacion në kohë reale, ato gjithmonë i kanë shpëtuar ndjekjeve nga policia e shtetit. E thash që nga vendi i ngjarjes deri në fshatin Halil kanë lëvizur për 12.6 km të pashqetësuar, duke ditur dhe policia e shtetit se cili automjet kishte kryer atentati, pra me cilin automjet lëvizin autorët, dhe ky automjet nuk u ndalua dhe shkoi deri në fshatin Halil, aty ku doqte më pas dyshohet që një person tjetër i ka marrë të 3 personat e përfshirë në atentat, duke i larguar në drejtim të paditur. Por sipas informacioneve dhe dëshmive
të personave të zonës ku gjet automjeti i djegur, policia në bazë të këtyre informacioneve në rrugë operative ka nisur dhe kontrollet në qytetin e Lezhës, pasi ka dyshime që autorët më pas mund të jenë larguar drejt qytetit të Lezhës. Për këtë arsye po kryen edhe kontrollet të intensivshme të automjeteve në hyrje e dalje të këtij qyteti, por pa asnjë rezultat. Kontrollet po kryen edhe në të gjithë hyrje e daljet e kryeqytetit të Tiranës, por sërish pa asnjë rezultat. Nuk na ka ndodhur asnjëherë në një ngjarje kriminale në vendin tonë, ku sapo ka ndodhur ngjarje kriminale, policia e shtetit nëpërmjet postoboqeve të ndalojë automjetin e autorëve apo të arrestojë autorëve. Në asnjë ngjarje të rëndë kriminale, vetëm rasti i fundit në Shkodër, ku autori Ragib Gila, i cili veproi me motor i cili vrau 2 persona dhe plagosë një person tjetër në një lokal në qytetin e Shkodrës, u arrestua menjëherë pas ngjarjes nga policia, pasi nuk u largua me motorin i cili e përdori në krim, por i mori automjetin një qytetari dhe më pas ky automjet përplas me automjetet të tjera dhe në tentativë për t'u larguar u rrëzua dhe dëmtoi këmbën dhe u kap nga policia e shtetit. Por pothuajse në të gjitha ngjarjet e rënda të tjera kriminale nuk ka pasur asnjë rast ku policia pas atentateve mafioze të arrestoi menjëherë autorët apo të ndaloi automjetin e përdorur rëndom në çdo ngjarje kriminale nga autor. Pra është një diskenar, përdorin automjete të vjedhura me targa të vjedhur dhe pas ngjarjes së rënd, pas atentateve, këto autor, pra këto grupe kriminale që veprojnë si vrasës me pagesë, i djegin automjetet dhe armët e zjarrit brenda në automjet për të zhdukur çdo lloj gjurme me qëllim mos identifikimin e tyre dhe mos bardhjen e ngjarjeve. Sapo dogje pyetjen e përbashkët që kisha për ty, Igli dhe Armand Bajramin, që a kemi ndonjë rast kur mbas ngjarjeve të tilla dhe atentateve mafioze kemi patur rezultat, por tima dhe përgjigjen, pra kemi patur vetëm makinën e djegur, e shumta edhe mjetet, armët e përdorura në këto atentate. Igli Çelmeta, të falenderoj për informacionet që solle. Vazhdoj me kolegun Armand Bajrami, por kemi dhe një lajm të fundit nga përgjendjen e të plagosurit Mustafa Sheqeri. Sipas informacioneve paraprake, gjendja shëndetësore e pacientit është e rëndë, është nën kujdesin intensiv të ekipit mjekësor dhe informacionet do t'i kemi më pas janë burimet nga spitali i traumës në cilin kanë bëritur i plagosuri. Armand, jemi në këtë moment, shënjestra ka qenë Dani pra për t'u vrarë ai apo edhe një histori e sapesh mes grupeve kriminale, për larje e sapesh, histori të vjetrash, si mund ta përkthejmë? Pandi, mos pari do duhet patjetër që të presim hetimin për të konkluduar nëse shënjestra ka qenë Gilmando Dani apo bashkëudhëtari i tij, personi me Sheqeri, pra që drejtonte, Mustafa Sheqeri që drejtonte automjetin. Ajo të paktën faktike deri në këtë moment është që Gilmando Dani ka humbur jetë dhe me sa duket ai ka qenë shënjestra kryesore e atentatit, por çka nuk mund të themi në këtë moment është fakti nëse ky planifikim kriminal, pra kjo ngjarje kriminale e ditës sotme është ngritur e gjitha për të eliminuar Gilmando Danin apo për të dëmtuar të tjerë persona pranë Gilmando Danit, siç mund të ishte Emiliano Shullazi. E them këtë pandi referuar hetimeve të mëhershme strukturës posaçme, hetime që kanë thelbin e tyre materialet e përcjella nga agjencitë partnere, dekriptimet e komunikimeve në platformat Sky dhe ICC, kur në disa raste mund të ndërmendja disa të tilla, personat cilët kanë qenë pra shënjestra finale, në disa raste kanë qenë ata personat të dëshiruar për të ekzekutuar nga grupi, po themi nga grupi kriminal kundërshtar, ndërkohë që në raste tjera në pamundësi për të shkuar tek kryesori i grupit apo në pamundësi për të shkuar tek shënjestra, grupet kriminale kanë operuar në vijimsi, i referojnë gjithmonë dosjeve që janë tashmënduar te prokurorëve të SPAK, godasin pikat e tyre më të afërta. Pra në pamundësi për të qelluar objektivin A, për 1001 rrethana të caktuara, përpiqen të eliminojnë njerëzit e tij më të afërt, siç mund të jetë, gjithmonë ky është një aludim i momentit, siç mund të jetë edhe ngjarja e ditës sotme. Dhe them këtë për faktin se Gilmando Dani jo vetëm se ka qenë njëri i afërt i Emiliano Shullazit, dhe Emiliano Shullazi qëndron në qelitë e paraburgimit që prej vitit 2016. Nëse më herët Emiliano Shullazi, problemet që ka pasur me ligjin, qoftë pas dyshimeve të tij për përfshirjen trafikun në një linjë trafiku drogës, her pas here arrestimet të tij për armbajtje pa leje apo për incidentin zgjedhor si ai që përmenda
më herët dhe ka pasur periudha më të shkurtra të qëndrimit të tij në qeli, kësaj here është periudha më e gjatë që Emiliano Shullazi po qëndron në Burg. Dhe kjo fillimisht në vitin i arrestuar në vitin 2016 si drejtuesi një grupi kriminal të angazhuar në gjobvënie, atë që përmenda më herët, por më pas gjatë kohës që ishte në Burg janë 2 dosje të tjera të SPAK tashmë kundër tij. Një dosje ku emri i tij u lakua dhe u ngrit një siguria arrest në Burg ndaj tij, sa i takon zbardhjes të 2 ngjarjeve të hershme të vitit 2005 nga ana e SPAK, atë ekzekutimit të Lodian Saliut në aksin rrugor Tiranë-Durrës në vitin 2005 dhe po ashtu një ngjarje e fare pak ditë pranë asaj ngjarje ekzekutimi i biznesmenit Vajdim Lama në Tiranë, por edhe më pas Emiliano Shullazi vetëm një vit ose një vit e pak më herët është vënë sërish në akuzë dhe marri pandehur në një nga fraksionet e dosjes revanshi, ku në këto dosje Emiliano Shullazi në dosjen e revanshi bashkë me disa persona të tjerë akuzohet dhe po hetohet masën e sigurisë arrest në Burg, çka i ka pamundsuar Emiliano Shullazi që edhe nëse përfundon apo ka përfunduar tashmë dënimin e marrë për ngjarjen e vitit 2016, ai nuk mund të lirohet nga qelia dhe vjen të qëndrojë madje prej disa vitesh në qelitë e posaçme në 313 në regjimin 41 bis, një regjim shumë i mbikëqyrur dhe me të drejta më të kufizuara se sa të burgosurit e tjerë. Në dosjen e revanshi Emiliano Shullazi do i referohem materialit zyrtar të SPAK, për cilën është hetuar në arrest në Burg, akuzohet për sigurim të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje në dëm të shtetasve Durim dhe Valter Bami. Pra, Emiliano Shullazi, sipas SPAK, është një nga personat që është angazhuar dhe e akuzon SPAK, e ka marrë pandehur, si nga personat e angazhuar për të eliminuar fizikisht Durim dhe Valter Bami. 2 emra të tjerë shumë të njohur të botës krimit për përplasjet e tyre, angazhimet e tyre. Kujtoj që dosja revanshi ishte një dosje e SPAK e zbërthyer në sajt të Sky CC dhe Encrochatit, komunikimet në këto, po që zbërtheu 7 grupime kriminale. 7 grupime kriminale që herë ishin kundërshtar, herë ishin miq, herë punonin për llogari të njëra tjetrës dhe çka e bën në këtë moment që ne po bëjmë këtë bisedë bashkë, e bën të pamundur, prandaj thash do duhet pritet hetimi për të konkluduar nëse atentati i ditës sotme ka qenë një atentat i organizuar vetëm për eliminimin fizik të Gilmando Danit, apo nëse është një ngjarje për të dobësuar pozitat e Emiliano Shullazit, edhe pse ky i fundit prej vitit 2016 ndodhet në qelitë e Burgut. Armand Bajrami, të falenderoj për gjithë informacionin që përcollëm në këto gati 60 minuta së bashku në këtë transmetim special mas ngjarjes së rënd në Rinas. Falenderoj edhe Igli Çelmetën, po me të do të lidhemi kur të ketë informacione të reja nga